Për ndryshe flami, mas shumë të atë fokusin TikTok qëllën e ki? Fokusin ma shumë me argëtu njerëzit, me bo pak komedi, me i prek pak njerëzit në zemë. Jam më e madhe që Zoti ma ka mundësu me unimu njerëzve. Kam shpëtu një njeri e kam reanimu edhe unë gjallë njeri u prapë. Ka një tragedi, do me thonë, ka një ndeshje në rrugë, edhe kështu që ja kom donë ndihmën e parë, ndihmën e shpejt, edhe e kom zgjallë njeri unë prapë. Besonin vetë vetën, ndihmoni njëri tjetrit, besonin në Zot, dhe mos i boni dom askujna se çka ban ta bojnë edhe një ta shtojnë. Përshëndetje. Si je bërëm? Mirë, faleminderit. Si po thalen? Si në Kosovë mo. Si në Kosovë? Po. Për ndryshe flami, kemi pa shumë TikTok. Qa na ka ranë sy me një voglush? Që të kemi pa, me Samirin. Po, me Samirin e vogël. Ki marrë shumë komente për njerëzve. Besa ki qenë, ka marrë edhe ajo jehon të madhe ai video, kur dhe më thonë një voglush që është, jo dhe më thonë shqiptar, po është minoritet, po që një shqiptar mi adhon një përkaj e kaq të mire, edhe me bo si familjar, është shumë interesante ajo. Pse pikrisht kjo, dhe më thonë, ty të ka bo që një voglush ta merë, që hapish ata dashnin, të japish gjithë shka ati personit. Unë mendoj që çdo njeri e meriton dashurin, si i vogël, si i madh. Por Samirin e kemi njoftu këtu në rrugë edhe më ka pëlqyer kështu si fëmijë i vogël, se zakush për neve e din se kush si don fëmijët, më ka pëlqyer kështu si u ka një shembull me të vërtetë, më ka bo shumë kështu të lumtur edhe për ata kom patën energjinë edhe ne kom ndihmu kështu. Po. Për ndryshe, atë kemi pa edhe që në TikTok shumë rrinë. TikTok që sa vite je që... Që gati 5 vite. Po. Mas shumë të atë fokusin TikTok qëllën e ki? Fokusin ma shumë me argëtu njerëzit, me bo pak komedi, me i prek pak njerëzit në zemër me gjëra emocionale, me ka një shembull për njerëzit, për çdo. Po i disim jo për të ardhura nuk e bën shumë. Më fal? Për të ardhura nuk e bën shumë TikTok, nuk rrin. Po e përdori shumë, po jam edhe i angazhu me aktrimin, son aktor jam për ndryshe. Aktor jeni? Po, për çfarë arsye s'kam shumë kohë. A ki do një shfaqje, do një film që ki marrë pjesë? Po, janë 32 filma. 32 filma? Po, prej vitit 2017. Ma shumë filma gjermane. A, në Gjermani? Po, në Gjermani, po, s'o një të atje. Do thënë karierën e ki fillu në Gjermani ti? Po. A është ma lehtë në Gjermani me depërtu një aktor i ri, për në fillu me pas një karierë ma suksesshme? Çdo punë e ka atë, që me thonë, atë, s'ka punë që është letë. Po çdo punë duhet me nejtë punës, duhet me respektu punën, duhet me bo diçka për me arritë diçka, po nuk është letë si mendon njeriu. A do thënë, flash arritja ma e madhe që si thu, kom arrit deri tash, që vlerëson jetën tënde? Arritja ma e madhe që Zoti ma ka mundësu me unimu njerëzve. Ajo është arritja ma e madhe jemi. Kjo është gjë shumë e mirë, a do vazhdosh të jesh më manë prapë me njerëz solidar? 100%. Do të me bo diçka mirë për këtë dynjë. A duron sa ke marrë për njerëzve lavdatat e me merita që ti e bën këtë punë, i ndihmon njerëzve? Ka pas edhe sene negative dhe sene pozitive, po ato sene negative alo ma shumë japin energji me vazhdu, mos më unal. A që ka të bërë si person që ka që shumë që dëshiron bo human, me ndihmu njerëzve? Du me thonë vetëm edhe një fjallë që e kom thonë në intervist, për njerëzimin s'bash asë njerë i mirë, do të më bo për vetin i mirë. E mu që kam bon human se di që e kom qatë energji edhe një vetin shumë mirë me ndihmu dikujt. Sa me lëndu dikan ose me i bo dam najkuj. Një moment ma të bukur jetës tënde që e ki paharuar, cili është? Sigurisht ki momente Ka shumë momente, por kër e kam shpëtu një njeri e kam reanimu edhe unë gjallë njeri u prapë. Aj moment. Ka një tragedi, do me thonë, ka një ndeshje në rrugë, edhe kështu që ja kom donë ndihmën e parë, ndihmën e shpejt, edhe e kom zgjallë njeri unë prapë. Ta shpëtosh një person është goxha e madhe. Po, me të vërtet. Ta pjeshat ndihmën që ndoshta shumë rrallë ndodhin te njerëz, ashtu. Është një situacion i vështirë, a kupton se që se njeh dikon, por a din ç'është puna. Çat moment nuk mendon kush është, çka është, veç don me ndihmu dikujt. Inshallah çdo kush është kështu. Besoj në fund po duhet një mesazh për jetë. Që kam i shërbyer njerëzve shumë mesazh një këshill, çfarë këshill don? Besonin vetë vetën, ndihmoni njëri tjetrit, besonin në Zot dhe mos i boni dom askujna se çka ban ta bojnë edhe një ta shtojnë. Çështë. Ishe shumë krasi. Faleminderit. Të më të mirat, suksese ty, gjithë ato që i keni në plane për të ardhmen. Po shpresojmë të ardhmen ndonjë podcast jemi bashkë. Inshallah. Agjerim të lehtë ju. Shumë faleminderit.